Vrasja e parë në tokë. Historia e Habilit dhe Kabilit. Në fillimin e historisë së njerëzimit, kur njerëzit ishin ende të paktë mbi tokë, ndodhi një ngjarje që do të shënonte përgjithmonë historinë e njerëzimit. Ngjarja e vrasjes së parë në tokë. Kjo është historia e dy bijve të parë të Ademit alayhis salam, Habilit dhe Kabilit. Allahu e përmend këtë histori në Kur'an, në surën El-Maide, si një mësim për të gjithë njerëzimin. Allahu thot: lexoju, o Muhammed, saktësisht ngjarjen e dy bijve të Ademit, kur ata bën nga një kurban. Njërit ju pranua, kurse tjetrit jo. Surja Maide 27. Sipas transmetimeve të dietarëve të Islamit, një ditë, dy vëllezërit vendosën të bënin një kurban, një sakrificë për Allahun, për të kërkuar kënaqësinë e tij. Habili ishte bari dhe solli për kurban një nga kafshët më të mira që kishte, ndërsa Kabili ishte bujk, por ai solli një nga prodhimet më të dobta të tokës. Allahu pranoi kurbanin e Habilit, por nuk e pranoi atë të Kabilit. Në atë moment, xhelozia dhe zemrimi mbushën zemrën e Kabilit. Ai u drejtua vëllait të tij dhe i tha një fjalë të rëndë: unë do të vras. Por Habili, me qetësi dhe devotshmëri, ju përgjigj me fjalë që kanë mbetur si mësim për njerëzimin. Allahu pranon vetëm nga ata që janë të devotshëm. Pastaj ai shtoi: nëse ti zgjat dorën për të më vrarë, unë nuk do të zgjas dorën time për të vrarë. Unë i friksohem Allahut, Zotit të botëve. Këto fjalë tregojnë se Habili ishte njeri i drejtë, një njeri që nuk donte dhunë, nuk donte gjakderdhje. Por zemra e Kabilit ishte errësuar nga zilia. Kur zilia pushton zemrën e njeriut, ajo mund ta çojë atë drejt veprimeve më të rënda. Dhe kështu ndodhi tragjedia. Kabili vrau vëllain e tij, një krim që nuk ishte ndodhur kurrë më parë në tokë. Pasi e vrau, ai mbeti hutuar. Ai nuk dinte çfarë të bënte me trupin e pajet të vëllait të tij. Dhe atëherë, Allahu dërgoi një korb. Kurani përshkruan këtë moment të jashtëzakonshëm. Allahu thot: pastaj Allahu dërgoi një korb që gërmonte në tokë, për t'i treguar se si të mbulonte trupin e vëllait të tij. Kabili pa korbin që gërmonte tokën dhe mbulonte një tjetër korb të vdekur. Në atë moment, ai e kuptoi çfarë duhet të bënte. Dhe ai tha me keqardhje: mirë për mua, a nuk që kam në gjendje të bëhem si ky korb dhe të mbuloj trupin e vëllait tim? Atëherë, ai filloi të ndjej pendim. Por krimi ishte kryer tashmë. Gjaku i parë ishte derdhur mbi tokë. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë në një hadith të njohur: sa herë që vritet një njeri pa drejtësisht, një pjesë e mëkatit bie mbi birin e parë të Ademit, sepse ai ishte i pari që e hapi këtë rrugë. Kjo do të thotë se Kabili mbart një barë të madhe, sepse ai ishte i pari që e filloi këtë krim në historinë e njerëzimit. Historia e Habilit dhe Kabilit nuk është vetëm një histori e së kaluarës. Ajo është një paralajmërim për njerëzimin, sepse edhe sot, pas mijëra vitesh, vëllai vazhdon të ngrej dorën kundër vëllait. Luftrat, konfliktet, gjakderdhjet shpesh lindin nga të njëjtat ndjenja që çuan Kabilin drejt krimit: zilia, urrëtia dhe egoja. Por Islami na mëson një rrugë tjetër, rrugën e drejtësisë, të faljes dhe të frikës ndaj Allahut, sepse çdo jetë njerëzore ka një vlerë të madhe. Në Kur'an, Allahu thot: kush vret një njeri pa të drejtë, është sikur të ketë vrarë gjithë njerëzimin. Surja Maide 32. Kjo është pesha e madhe e jetës njerëzore. Historia e Habilit dhe Kabilit është një kujtesë e fuqishme. Ajo na mëson se zemra e njeriut mund të bëhet vendi dritës, por edhe vendi errësirës. Zgjedhja është gjithmonë e jona, sepse në fund, ajo që e shpëton njeriun nuk është forca, por devotshmëria dhe frika ndaj Allahut